Kryeministri Hristian Mickoski porositi BDI-n që të mos e politizoj tragedinë e Koçanit dhe të mos luaj me kartën etnike, pasi do t'i nxjerrë prej shtëpisë përveshi. Ai referuar konferencës së mbrëmshme të Arbër Ademit nga BDI, kur para stacionit policor të Karposhit i doli në mbrojtje ish-ministrit të ekonomisë Kreshnik Bekteshi, që po merrej në pyetje për çështjen e tragjedisë. Да им одговорам на ние што прават полноќни пресконференции. Тука нема политика. Ќе одговарате сите. Tu përgjigjem atyre që mbajnë konferenca për shtyp në mesnat, këtu nuk ka politik. Do të jepni llogari të gjithë që keni guxuar në këtë mënyrë të udhëhiqni politik në kurriz të qytetarëve dhe të jetëve që këto fëmijë i kanë humbur dhe nuk do të ketë mëshirë. Nëse mendojnë se do të tentojnë të luajnë me kartën etnike dhe me konferenca për shtyp në mesnat, do t'i nxjerrin përveshi prej shtëpisë. Këtë duhet ta dinë, deklaroi kryeministri Hristian Mickoski. Mickoski tha se tragedia në Koçan është vrasje masive, që dikush e ka lejuar për të fituar para. Nuk do të ketë mëshirë. Këtë e thash dje, do ta përsëris edhe sot. Kushdo le të jetë, prej çfarë do qoftë përkatësie etnike dhe prej cilës do parti, ajo çfarë ka ndodhur është më shumë se krim. Kjo është vrasje masive, të cilën dikush e ka lejuar për para, për rishfet, për korrupsion, tha kryeministri Mickoski. Kryeministri tha që gjendja në shtet me punën e klubeve të natës është alarmante. Shumica e tyre punojnë pa licencë. Gjendja është tronditse për këtë çështje. Erdhëm në përfundim se në vitin 2024 janë dhënë gjithsej 12 licenca për kabare, ndërsa ju mund ta paramendoni sa klube punojnë në shtet. Vetëm 12 posedojnë licenca. Edhe ata, prej tyre nuk e dim ende se sa janë të vlefshme, pasi disave ma merr mendja afati u kaskaduar, pasi të njëjtat kanë vlefshmëri prej një viti, u shpreh kryeministri. Ministri i Punëve të Jashtme, Timço Muçunski, deklaroi se qeveria do të mbulojë shpenzimet e udhëtimit dhe qëndrimit jashtë vendit për anëtarët e familjeve të pacientëve që po trajtohen jashtë vendit. Ai njoftoi se është aktivizuar gjithashtu mekanizmi për mbrojtjen civile të BE-s, i cili është një sistem për koordinimin e ndihmës midis të gjithë vendeve anëtare të BE-s dhe vendeve të tjera nga të cilat pritet ndihmë në ditët në vijim. Ministri i Jashtëm tha se pas një komunikimi me 12 homolog të tij ka marrë mbështetje edhe nga krerët rajonal botëror.